Turistët e huaj janë rikthyer në mënyrë të organizuar në pikën turistike të Shirokës. Nga vende aziatike, nga Bosnia dhe vende të tjera të Ballkanit, ata ishin të pranishëm këtë të martë në këtë hapësirë turistike. Qytetarët i vlerësojnë si mjaft pozitive ardhjet e turistëve të huaj në këtë mënyrë, pasi kjo paralajmëron vizita të shumta gjatë sezonit të ardhshëm turistik. Ata theksojnë rolin që ka ndërtimi i pikës së Shirokës, i cili vazhdon edhe me ndërtimin e rrugës për në Zoga dhe Kraj, por është e nevojshme që të punohet më shumë edhe për pastrimin e zonës. Po, ka lëvizje turistikës për mirë, për bukur dhe koha, po vjen për ditë më mirë. Vinë me autobusa, na jena në Shkodër, por në Shirokën e kena lakmueshme. Edhe shpesh vim shpesh. Gjajmë në të qipë. Një përshtypje se kanë ku me ardhë, edhe nëjna të kënaqshëm që e preferojnë këtë vend se është për të admiru këtë vend. Besoj se e shihni edhe ju vetë. Ja vlen, Shiroka një vend shumë i bukur. Ne vim vazhdimisht në Shirokë, unë rrojt e mia i kam Shirokë, babin e kam Shirokës, edhe vendi më i afërt, po është i afërt me zemrën tonë, i fije pastër emigrim pak më shumë, si më thonë. Tashti po bëhet rruga Dora Vu, gjithçka është për më mirë, në adina si ka kenë, edhe më bukur po bëhet. Besojmë se ne të kënaqur. Shiroka është një nga pika turistike më të afërta me qytetin e Shkodrës. Ajo frekuentohet gjatë gjithë vitit jo vetëm nga qytetarët shkodran, por edhe të ardhur nga qytete të tjera. Ndërkohë Shiroka dhe brigjet e liçenit deri në Zoga janë mjaft të preferuara dhe për turistët të huaj, të cilët filluan të vizitojnë të zonë në mënyrë individuale, më pas me grupe të vogla, ndërsa sot në mënyrë të organizuar nga agjencitë turistike. Këtë sezon pritet që ata të jenë të shumtë në Shirokën turistike dhe përgjatë brigjeve të liçenit të Shkodrës.